أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تسليما كما تحب وترضى Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, krijues I gjithësisë, rregulluesi I saj, krijues I njeriut dhe e përsosin formën më të bukur. Falënderimi I takon Allahu subhanahu wa taala për të gjitha nimetet të cilat na ka dhënë, e sidomos për nimetin të cilin Allahu subhanahu wa taala na çoi të dërguar që të na mësoj fenë islame Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet për zemërta I dërgojmë të dashur të Allahu subhanahu wa taala Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes të tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Thot Allahu subhanahu wa taala من آيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى në bën qartë se Allahu na ka zgjedh neve një rrugë edhe një fe e cila është rrugë e shpëtimit edhe fe e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Kjo është rruga ime e drejtë. Atëherë pasoni këtë rrugë. Wala tattabi'u subul", edhe mos I pasoni rrugët e shumta që janë djallit mallkuar, që çojnë drejt humbjes apo drejt largimit nga rruga e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala prap thot me një ajet që I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Allahu subhanahu wa taala thot I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj se kjo është rruga ime që I therras njerëzit në besim, në rrugën e Allahu subhanahu wa taala, në fenë islame, me të vërtetë, me gjithë bindje të fortë, pa dyshime, pa luhatje. Unë thirrje edhe pasuesit e mi, ata të cilët më pasojnë mua, edhe Allahu subhanahu wa taala është shumë larg të meteve të cilat njerëzit I përshkruajnë Allahu subhanahu wa taala si shok." Feja më e mirë është feja Allahu subhanahu wa taala Islami, mirë po shembull më I mirë apo mësues më I mirë për më na mësu fenë Allahu subhanahu wa taala është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton një hadith Omeri radiallahu anhu që thirrët hadithi I Gjibrilit, është hadith I gjerë. Edhe thot Omeri radiallahu anhu që këtë hadith e transmeton edhe Muslimi, që është hadith I vërtet. Thot ishmi prezent te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një mezhlis, edhe kjo dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht mezhlisit I ka vënë në xhamin e tij. Thot ishmi prezent te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke I marrë fjalim apo duke I marrë këshill apo duke I këshilluar shokët e tij. Thot Omeri, në u shfaq apo hyni në xhami një person I cili I kishte teshët e bardha, shumë të bardha, flokët e zeza I kishte shumë të zeza, edhe nuk u shifte në trupin e tij se ka gjumë udhimi. Zakonisht arabët teshët e bardha që ishin atë kohë nuk kanë qenë edhe në ngjyrë të bardhë, mirë po kanë qenë në ngjyrë kremi. Omer radiallahu anhu kur e ka cilësu se ishte me tesha të bardha, mirë po e bardha e teshave të tij ishte shumë e bardhë, edhe e zeza e flokëve të tij ishte shumë e zezë, edhe nuk u shifshin në trupin e këtij personi të gjurmë, të udhimi nuk ishte I planosur, nuk ishte diçka me veti ndonjë rrobë apo ndonjë teshë apo ndonjë bukë apo ndonjë çantë. Thot edhe derisa u ul në mesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse na nuk e njihmi atë personin asnjëri për njëri. Derisa ulte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe I vendosi gjujt e tij
drejt gjujve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë i bashkoi gjujt e tij me gjujt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ndoi shuplakët e tij mbi kofshët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha: "O Muhammed, më trego se çka është Islami." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj. I tha: "Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër i cili e meriton adhurimin pos një Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Ta falësh namazin, domethënë ta falësh 5 namazën e ditë, ta japësh zakatin, domethënë ta japësh atë pasuritë e cilin Allahu subhanahu wa taala ka obliguar që të nxjerrin të pasurit edhe të shpërndajnë për të varfurit. Ta agjerosh Ramazanin, muajin e Ramazanit, edhe të shkojsh në hash në qovë se ki mundësi me marrë një udhtim tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj kështu Xhibrilit alayhis salam se kjo është Islami. Domethënë Islami i ka këto 5 shtylla kryesore që të dëshmosh se nuk ka zot tjetër i cili e meriton adhurim pos një Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. E dyta, wa tuqimu s-salata, falish namazin, wa tu'ti z-zakat, ta japish zakatin, wa tasuma Ramadan, edhe ta ajrojsh muajin e Ramazanit, wa tahujja al-bayta in istata'a ilayhi sabila, edhe ta bësh kryerjen e haxhit në qoftë se ke mundësi me marrë një rrugë tillë. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigjes të cilën ja boni ki person i panjohur që ishte te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai personi i tha se kjo është e vërtetë çka e thu. Omeri tha: "Na u çuditshëm me këtë person, edhe po e pit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po një herët edhe po ja vërteton fjalët. Ishte gjë e re te na, ishte gjë e çuditshme. Edhe po e pyet, edhe po ja vërteton fjalët." Pasandaj filloi me pyetjen tjetër. I tha: "Ja Muhammed, o Muhammed, akhbirni anil iman." Më trego për imanin, më trego për besimin. Çka është besimi në kuptimin e gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "El imanu an tu'mina billahi." Tha imani është, besimi është që ta besojsh Allahun një, ta besojsh Allahun, mos besosh dikon tjetër posa Allahu subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, edhe të besoj se Allahu subhanahu wa taala ka kriju malaika, që është një botë që është e panjohur për neve. Wa kutubihi, edhe librat e tij ti besoj se Allahu i ka zbrit, që t'ja mëson njerëzve fejen e tij. Wa rusulihi, edhe të dërguart e tij ti besojsh se Allahu subhanahu wa taala ka të dërguar prej fillimit kësaj bote, prej fillimit njerëzimit e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të nxjerrë njerëzit nga rruga e errësirës në dritë. Wal yawmil akhir, edhe ta besojsh ditën e llogarisë, ditën e fundit. Dita e llogarisë llogaritet prej njeriu se të ndrojë jetën nga kjo botë. Ajo është domethënë yawmul akhir për to. Domethënë besimi në ditën e ahiretit është që njeriu po sa ndrohej jetë prej atij çka ndodh me to deri kur të hije në xhennet apo në xhenem. Ajo është dita e ahiretit llogaritet sipas fesë islame. Wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah taala, edhe të besojsh se Allahu subhanahu wa taala të gjitha gjërat të cilat ndodhin, edhe kanë ndodhur dhe do të ndodhin, janë të përcaktuara nga ana e Allahu subhanahu wa taala. Edhe se çdo e keq edhe çdo e mirë do të ndodhe prej anës Allahu subhanahu wa taala, mirë po nuk do të kthehet Allahu subhanahu wa taala përveç se e mira, ndërsa të këqijat do të jesin te njerëzit. Prapë i tha ki person i cili ishte i panjohur te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përfundoi definicionin e besimit edhe i tregoi se çka është besim. Ai tha: "Është e vërtetë ajo çka thu, është realitet ajo çka thu." Prap shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u çuditën me këtë person, edhe po e vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po një herë edhe po ja vërteton fjalët. Pasandaj vazhdoi prap me pyetje. I tha: "Akhbirni
anil ihsan. Më trego se çka është ihsani. Ihsan është e mira, që njeriu në qovë se don mu afru të Allahu subhanahu wa ta'ala, afrohet me ata që Allahu subhanahu wa ta'ala ka obligu mu afru, në qovë se afrohet edhe është sinqerisht në vetën e tij se me të vërtet don të afrohet Allahu subhanahu wa ta'ala, atër thojmë se ki person e ka arrit ihsanin të Allahu, apo është bo muhsin, apo e ka arrit atë mirësinë të Allahu subhanahu wa ta'ala. I tha çka është mirësia? E pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është mirësia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë thjesht edhe shumë qartë ju përgjigj këtij personit i cili e pyeti në prezencën e shokëve të tij, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa ihsani është, mirësia është që ta adhurojsh Allahun sikurse ti po e sheh. Ta adhurojsh Allahun subhanahu wa ta'ala, apo ti dilsh Allahu subhanahu wa ta'ala përpara, edhe ti bësh ibadet përmes namazit, përmes agjirimit, apo përmes zakatit, apo përmes haxhit, apo përmes veprave të mira, apo përmes duke u largu nga veprat e këqija, domethënë kjo llogaritet adhurim në qoftë se ti e paramendon se Allahu subhanahu wa ta'ala po e shef kur po i bën këto vepra të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në qovë se ti nuk ki mundësi me pa Allahun, edhe kjo është fakt se nuk kina mundësi na me pa Allahun subhanahu wa ta'ala duke bo ibadet, atër dije se me të vërtet se Allahu subhanahu wa ta'ala të shëtije. Dhe me thënë ihsan është që njeriu kur ti dale Allahu subhanahu wa ta'ala për para me paramendu se është para Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qovë se s'mon me paramendu se është para Allahu subhanahu wa ta'ala, atër ta paramendoj se Allahu subhanahu wa ta'ala në ato momente është duke e përsjell, apo duke e pa, apo është duke e ndëgju, apo është duke prit se ai në qovë se e bën ndonjë lutje që Allahu me njëherë të përgjigjet lutjes atij të cilën ja bën Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është ihsani, që njeriu t'i bën ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala sikurse po e sheh Allahu subhanahu wa ta'ala. Po njëherit në qovë se nuk ka mundësi me paramendu vetën se po e sheh Allahu subhanahu wa ta'ala kur ti dale Allahu subhanahu wa ta'ala për para me ibadet, atër ta paramendoje se Allahu subhanahu wa ta'ala në të momente është duke e pat. Kjo është ihsani që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dhardhatu sanami, është kulminacioni i ibadetit, ihsani. Në qovë se një besimtar i ka kriju obligimet fetare, e ka besu Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe ka plotsu besimin sikurse ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që e cekum se çka është besimi. Atër edhe paramendon se me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala në këto vepra të mira, apo në kryerjen e obligimeve islame, në kryerjen e kushteve të islamit, apo në kryerjen e islamit, apo në kryerjen e besimit, atër e paramendon se me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala po e sheh, s'ka dyshim se ke e ka mri kulminacionin e ibadetit, ke e ka mri të mirën e të mirave që Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e kërkon nga çdo rob. Pasandaj ki person vazhdoi hala me pyetje, edhe e veti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prezencën e shokëve i tha, më trego kur është kiameti, akhbirni ani sa, tregom se kur është kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ai i cili është përgjegjës për kiametin e din më mirë se sa ai i cili po pyet mua. Do me thonë, Allahu është përgjegjës për kiametin, edhe Allahu është ai i cili e ka caktuar se kur ka më ndodh kjo kataklizma, apo shkatërimi i kësaj bote, kur ka më ndodh kiameti. Atër Allahu e din më së miri, po edhe ai i cili po më pyet mua e din më së miri se ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala ati i ka lajmëruar për kiametin. Thot Allahu e din, ai i cili është përgjegjës më së miri e din se kur është kiameti, edhe ai i cili po më pyet. Domethënë, me këtë e kuptojmë me të vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me ja tregu njerëzve besimin, se edhe pse është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me na mësua neve fejen, për me na mësua neve besimin, për me na mësua neve ihsanin të mirët. Mirë po kur kanë qenë pyetje të cilat
nuk kam pas të baj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo nuk kam pas të baj me njohuri të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë lehtë ju ka përgjigj se këto janë kompetenca dikujt tjetër, këto janë që i është përgjes dikush tjetër për këto gjëna e jo unë. Pasandaj e veti ki person se pasi që e veti se kur është kiameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, ki person e veti dhe i tha, atëherë më trego se cilët janë shenjat të cilat lajmërojnë se kiameti është afër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej të gjitha shenjave të cilat ka lajmëruar se me të vërtetë është kataklizma, apo me të vërtetë lajmërojnë se kataklizma po afrohet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi vetëm disa në këtë hadithin. I tha, en talid al-amatu rabbataha, thot ta linde robresha zotnien e vet. Prej shenjave të kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lajmëruar se do të shtohen në robrit, edhe do të shtohen në robreshat. Kështu që kur do të shtohen në robreshat, njerëzit do të fillojnë edhe do të martohen edhe me robresha. Pasi që të martohen me robresha, njerëzit e lirë me robrit, kur do të martohen, do më thonë me robreshat, atër ata do t'i lindin ata fëmijë do qenë të lirë, kështu që atër ai fëmija e asaj robreshës është i lirë, do më thonë është zotnia i saj, kurse ajo është, do më thonë, prapë se prapë jetë robe e ati personi që ka e lindë. Do më thonë, prej shenjave të kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lajmëruar se do ta lind robresha zotnien e vet. Kështu që do më thonë, robresha e lind, a fëmijë kur do të rritet atëherë do të bëhet zotnia e saj, aja prapë se prapë do të bëhet robresh apo do të jetë robresh. Kjo është prej shenjave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka lajmëruar që tregon se kiameti është afër apo kataklizma është afër. Disa dietarë kanë komentuar dhe mandrishe këtë fjalën të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se do të vjen koha që njerëzit e padijshëm do t'i sundojnë të dishmit. Atëherë disa dietarë kanë thonë se do të vjen koha se njerëzit e dopt do t'i sundojnë të fortë dhe kështu me radhë, atëherë s'ka dyshim se do kjo mujtet më përputh me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, edhe kemi pa njerëzit e zbathur, njerëzit e zhveshur, njerëzit e varfur, ata të cilët i ruajnë dhit, të cilët i ruajnë delet, thot kemi pa se kanë me fillu edhe me ndërtu jetën e timve, edhe kemi pa se ata kanë me ndërtu ndërtesat larta. Hadithi tregon se këto do të ngrisin ndërtesat larta. Dietarët islam thonë se ky hadith mujtet me i pas di kuptime, apo kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mujtet me i pas di kuptime, mirë po të di kuptimet nuk largon nga realiteti çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një kuptim se thonë se njerëzit, këto persona të cilët do të jenë të zbathur, do të jenë të zhveshur, do të jenë të varfur, edhe do të jenë çoban apo bari të cilët të ruajnë dele e dhi, atëherë çka? Këto person do të fillojnë edhe me ndërtu ndërtesa të larta. Kjo është një kuptim, kurse kuptimi tjetër është se këto do të fillojnë edhe do ta shtojnë ekzistencën apo do t'i përmirësohet ekzistenca dhe këto do të bëhen për një kohë shumë të shkurtër të pasur. Domethënë kjo është prej shenjave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lajmëron prej shenjave të kiametit se këto persona do të arrijnë edhe do të arrisin pasuri të madhe për një kohë shumë shkurt, pasi që dje kanë qenë të zbathur, dje kanë qenë të zhveshur, dje kanë qenë të varfur, edhe dje kanë qenë që i kanë ruajt delet, sot ndoshta i shef që i ndërtojnë shtëpiat shumë të larta, i shef se i ndërtojnë shtëpiat 3 katëshe, 4 katëshe, ndërtojnë edhe ndërtesa të larta, ndoshta edhe do ta rregullojnë jetën e timve hala më shumë sa që njerëzit do thonë ai ishte gjë i cili ka ruajt delet, apo gjë ishte i varfur, sot kështu shka ka bo, edhe sot është paraqit një gjë e tillë. S'ka dyshim se domethënë disa shenja të kiametit që janë paraqit në kohën e sotit. Pasi që u çu ky personi edhe shkoi, në shtëpinë, domethënë dul prej xhamisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua dhe i tha Omerit edhe shokut tij. I tha, a njoftet se kush ishte ky person? Omeri radiallahu anhu tha, i tham na Allahu edhe i dërguari i tij e din më së miri. Domethënë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din më së miri se kush ishte ky person.
Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ke ishte Gjibrili, melaqja Gjibril, i cili erdhi nga ana Allahut për t'ja mësu fejen juve. Si për t'ja mësu fejen besimtarëve, si për t'ja mësu fejen shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke e vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ju përgjigj Gjibrilit, melaqës Gjibril, atër shokë kur t'i ndëgjojnë këto fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta mësojnë fejen kështu prej Gjibrilit, se sebeb shkaktar për me mësu fejen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ato momente për mu i tregu se çka është feja shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte sebeb Gjibrili që erdhi dhe ja shtroi këto pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Gjibrili, Allahu subhanahu wa taala ka thënë në formën e njeriu, në formën e një personit të cilin nuk i kishte njoft shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kishte pas gjuhën muthimi, nuk e kishte njoft asnjëri prej shokëve, edhe flokët e zeza i kishte shumë të zeza, domethënë teshët e tij i kishte shumë të bardha, kështu që e kishte bën formën e njeriu që të shkon edhe të vetëm prezencën e shokëve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për fejen edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ia mëson fejen shokëve të tij. Domethënë me këtë kuptojmë, me këtë hadith kuptojmë se e gjithë ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fe. Përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 shtyllat e Islamit. Përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 shtyllat e imanit. Përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kulminacionin e ibadetit e që ishte ihsani apo mirësia. Përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi nuk din gjë tjetër përveç se atë që ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjërat të cilat nuk janë kompetencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kompetencën e Allahut, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka demantuar ata të cilët se njerëzit kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë gaibin apo ka ditë të fshehtën në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ditë mësheftën përveç se atë që ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala. Me këtë na mësoi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, na mësoi se Kiameti i ka disa shenja. Kur të afrohen këto shenjat, atëherë na duhet me ditë edhe me pas parasysh se me të vërtetë kataklizma apo shenjat e kiametit po afron, apo kiameti po afrohet, atëherë mu përgatit na me vetveten. Mos mu marr na me kiametin, mirë po mu marr me vetveten. Se na më së pari duhet mu marr me Islamin, mu marr me imanin, mu marr me ihsanin. Kur të mirëmi me këto 3 gjana që janë primare, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë themel, apo Allahu subhanahu wa taala i ka bërë bazë të kësaj fesë, s'ka dyshim se na, edhe në qovë se na zën kiameti, edhe në qovë se na zën kataklizma, s'ka dyshim se na do t'jena prej të zgjedhurve, s'ka dyshim se na jena do prej të shpëtuarve, s'ka dyshim se na do t'jena ata të cilët jena të ndjekë rrugën e drejtë dhe rrugën e vërtet, s'ka dyshim se edhe na do ta fitojmë edhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Pasi që u afrua dhe koha për me përfundu kjo emision, desha vetëm t'i përmendi edhe disa dobi prej kësaj çka u mësu. Gjibrili erdha dhe veti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për Islamin. Gjibrili e ka vete dhe ja ka vërtetu se me të vërtet këto janë ata që ka po e thu prej fejës islame. Kur e veti se çka është Islami, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj se Islami është të dëshmosh shahadetin, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh muajin e Ramazanit dhe të shkosh në haxh, në qoftë se e ke mundësinë me marrë këtë rrugë, Gjibrili i tha se është e vërtetë ajo që ka thënë. Do me thonë Gjibrili i ka ditë këto pyetjet, i ka ditë këto përgjigjet. Edhe Gjibrili ka ardhur me mësu fen duke e ndëgju shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka është feja, jo prej vet Gjibrilit. Nëse dikush i din pyetjet, edhe i din përgjigjet, mos ngorroje nëse don me vet dikon, edhe don me vet ndonjë hoxh. Me vet për pyetjen të cilën e din ai vet përgjigjen. Mos ngorroje, mos thoje se hoxha ka vet më herët, mos thoje se e kum vet hoxhën më herët edhe hoxha e din se unë ja kum bë këtë pyetje hoxhës. E din hoxha që ja kum bë këtë pyetje, shi nëse apet unë ja shojnë këtë mezhlis, atëherë ndoshta hoxha do të ngushtohet se do të mendoje se unë du me i tregu njerëzve se po di diçka. Jo, nëse ti
i din përgjegjet, atër e shef me një mezhlis se auditorit ti çka din, edhe hoxha çka din, nuk e din ai mezhlis apo nuk e din ata njerëz të cilët janë në atë mezhlisin, atër lirish ki drejta me pyet hoxhën edhe me jashtru ato pyetje që të mësojnë tjerë edhe pse ti i din. Mirë po jo në atë formë që ta mirësh edhe ta pyetsh hoxhën që hoxha të ngushtohet apo hoxha të zihet ngusht për shkak se ti ja bën pyetjet ndoshta janë pyetjet e rënda. Jo në këtë qëllim, jo me këtë formë. Mirë po nëse ti din diçka edhe don ta vesh hoxhën për një pyetje, ata lirisht dhe vete që të mësohen tjertë, mirë po kur ta vesh vete me një sinqeritet thellë. Këtë mësojmë se njeriu edhe pse i din gjanat është e lejuar me islam me i vet, do më thënë ata të cilët i din këto edhe janë ehel për këto, që ti mësojnë tjertë edhe pse ai i din. Tjetra, e mësojmë se si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë shku me kërku diturin ku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se shokët e pejgamberit kanë qenë prezent te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë qenë ul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu çështjet primare të cilët kanë qenë pa tjetër mu ju mësu shokëve ti, edhe kja nga tregon se duhet me ndjek me zhliset e ilmit, me ndjek të bimet ku flitet për Allah subhanahu wa taala, me ndjek të bimet ku flitet fjala mirë, me ndjek të bimet ku bisedohet çështje për fe e nuk bisedohet për çështje dunjallëkit. Kjo është më primare dhe duhet patjetër që na prej këtij hadithi ta mësojmë këtë dhe ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Mirë po edhe nëse marrim edhe një dobi tjetër prej këtij dersit apo prej këtij hadithit Xhibrilit edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na mësoi fen, e marrim edhe një që Omeri radiallahu anhu kur ka hiki person e ka pa dhe ka fillu me mendu për këto se kush është, edhe është interesu se kush është apo mos po njeh dikush. Domethënë njeriu nëse e shef ndonjë person, atëherë është mirë që të interesohet për atë personin, nëse hin me zhlisin e tij, të interesohet edhe të vese kush është, që të njoftohet me to. Atëherë Omeri mendzi ka prit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i tregon se kush ishte ai personi, për arsye se ishte shumë i flakt që ta njohë një besimtar apo ta njohë një musliman më tepër se sa që i ka njohur Omeri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq e përfundojmë hadithin e Xhibrilit, edhe do të fillojmë derseve tashme apo emisioneve tashme. Do të shpjegojmë fillimisht prej shahadetit apo dëshmisë parë, dëshmien që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia mësoi shokëve të vet, pasandaj do të vazhdojmë edhe do të folmi edhe për namazin, do të vazhdojmë edhe do të folmi edhe për zakatin, edhe për agjërimin, edhe për haxhin e kështu me radhë, sa të na mrije inshallah Allah subhanahu wa taala të na jape kohë edhe fuqi që ta shpjegojmë këtë hadith ashtu si don Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë s'ka dyshim se kjo është një ditë e prej ditëve të Ramazanit që është dita e dytë, edhe Allah subhanahu wa taala inshallah Allah të gjithë besimtarëve edhe juve televizionistëve ja bën kabul këtë ditë, edhe Allah subhanahu wa taala inshallah ja mundson që tanë të mirat të shtronin në sofrat e juve, edhe ta lutni Allah subhanahu wa taala për të mirat të cilat Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë që t'ia shtoje, edhe ta falenderoni Allah subhanahu wa taala për të gjitha ato të mirat të cilat Allah ja ka dhënë. Edhe kisha thënë një këshill që aja sigurisht se del në ekranin e televizionit Spektri, që çdo besimtar të mundohet që ta thojë lutjen e iftarit, që del edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Zot, për ti agjërova, në ti besova, te te jam mbështetur edhe me të mirët e tuaja po bëj iftar. Allah i bën inshallah këtu kabul. Allahu subhanahu wa taala inshallah të gjitha ditët e Ramazanit të cilët do të vinë, Allahu na jep fuqi edhe të agjërojmë ashtu si don Allahu subhanahu wa taala. Na largoje mundimet, na shtoje durimin që sa më le të agjërojmë dhe të kalojmë këto ditë të cilat na vinë pas, edhe Allahu subhanahu wa taala këto ditë të cilat shkon, Allahu subhanahu wa taala inshallah kabul i bën. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.